ishte se e vërteta ishte e gjitha në anën e tyre. Pa diskutim. Në atë protest pati ndërhyrje të huaj, brutale madje, manipulime të panumërta, lajme të rreme, video të deformuara dhe plot aktor të vënë me qëllime nga më të ndryshmet në funksion të shumë fishimit zemërimit. Edhe këto janë fakte dhe ishin pjesë e rëndësishme e protestës. Ekspozimi dhe analiza e tyre janë domosdoshme për ta kuptuar atë protestë në çdo dimension. Po asnjë prej këtyre dhe as gjitha bashk nuk ishin zemra e atij manifestimi spektakolar që e ktheu bulevardin në hendek. Në hendekun më të dukshëm të mundshëm mes fakteve tona dhe përjetimit të njerëzve. Përgjigja për themelin e atij hendeku nuk duhet kërkuar tek ato pjesët e bashkëngjitura të protestës, po duhet gjetur tek pritshmëritë e rritura të njerëzve dhe konflikti i tyre me përvojën e përditshme. Duam ne, njerëzit presin çdo ditë dhe më shumë, dhe bëhen gjithnjë dhe më pak tolerant. Sidomos pastaj ndaj përvojave të tyre të hidhura me administratën, që si mira e mira pika të mbledhura lart e poshtë, e derdhën kupën e durimit tyre në bulevard. Ai hendek nuk u hap për të qëndruar ashtu, po për të mbyllur. Dhe mbyllja e tij nuk bëhet dot as duke bërë sikur ai u mbyll vet, me që bulevardi u zbraz nga flamingot dhe aty mbetën vetëm puplat e ditëzinjve dhe vezët e punëzinjve, as duke u kapur thjesht më fort pas fakteve dhe duke menduar ne se përjetimi i popullit do të ndryshojë.